Allahu Azza wa Jalla musliman shpesh sprovon deri me një pikë kur hupin shkaqet, sebepet edhe stamërmenja që ki zgjidhje ma heq. Deri në qitë pikë sprovon Allahu Azza wa Jalla me të pa në qitë pikë kur ka hupi mytit të krejt, të gjithë kush. Qitë pikë që ka menon të për Allahu Azza wa Jalla. Kur Muhamedi alayhi salam u kanë shpell me Abu Bakrën, jo në afru jo besimtar qaq afer, sa që Abu Bakr radiallahu anhu ka nisë mu mërzit në atë kuptimin, ka nisë me pas frikë ma që në zanën. I ka thonë Muhamedi alayhi salam, la të khëzën, mësë mërzit, në Allah ma'na, Allahu është me neve. Të më të jenë këtë pikë kur filan me të hupi myti që po pështanë. Musa alayhi salam, të ikë për Firaunit me ushtri për mas. Musa alayhi salam me shoqërus të tina të largu për tyne deri kur kanë mri në stëm detin për para. Firauni me ushtri për mas. Qalu ashabu Musa, kanë thonë shokët e Musës alayhi salam, inna le mudrakun, në zanën, s'kim ka iku ma. Ka thonë Musa alayhi salam, kalla, kurse si, inna ma'aja rabbi, me mu është rabbi, se hedin, ka me mësu të më anterin këtë pi, kur të fillan me dëshu ma që në zanën, s'ka ma pështim. Të mëse o musliman, për shkak se insani, njeriu, mbështetet shumë të shkaqet, të sebepet. Taj mjek i mani me që atje po thujnë një mjek, që atje po thujshin njani, të më në zemra me njerë fillan, të ajme majti me të pak të kë, e Allahu Azza wa Jalla me sprovat e tina dënë me t'i hi e krejqitu. Dënë me lanë zemrën tane të pashtë, në mbështetën e tek Allahu Azza wa Jalla njët vetëm. Kur të vesh në qitë pikë, që të hupi mytit të gjithë kush, edhe mërin më mbështet tek Allahu Azza wa Jalla të rëmysh dhe për ty. Allahu Azza wa Jalla ban ato që ka se prit heq, kur ti në qitë pikë kur ka ardhje mbështet tek Allahu Azza wa Jalla.